kur komuniteti ndërkombëtar ka sjell në Tiranë ministra kryesor të Europës, ka sjell në Tiranë komisioner të Komisionit Evropian, ka sjell mesazhet më të prera, më të qarta, se vjedhjet e qytetarëve shqiptar nga qeveria nuk do i tolerojmë. Në tërë historinë e shtetit, kur ndonjëherë komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë lëvizje të tilla kaq të fuqishme. Po cila ishte përgjigjja e më falni, 2 delegacione përveç kësaj, mbledhje faktësh, njëri Parlamenti Evropian, i përbërë nga deputet të gjithë spektrit, qendrës djathtë, të djathtë, qendrës majt, të majt, liberal e tjerë me radhë. Përfaqësues të 30 partive politike të qendrës djathtë ishin javën e kaluar këtu në përmbledhje faktesh. Thash ministra, ministri jashtëm i Gjermanisë, ministri tjetër për Europën i Gjermanisë, komisioneri për ligjet i Komisionit Evropian. Erdhen këtu për dhanë mesazhin se korrupsioni nuk mund të mbrohet, se shteti ligjor është kushti të gjitha kushteve.